Çka është një politik e mirë fill shtetërore, madje e majt, është që kërkush nuk e di nëse ka dikush që tash e konteston, mos mi dhon ndim atij që ka nevojë, ajo është absurde, sepse gjithë një pensionist, një student, një non lehon, jo në të gjitha rastet, prap, kjo nuk është krejt horizontale, po në të shumtën e rasteve në shoqërinë tonë, kanë me pas nevojë. Gratë janë shumicat të pak kyçta në tregun e punës, pensionistët janë pak kontributës sepse kemi jetu në një sistem tjetër, ma herët dhe studentët shumicat pa punë, ose edhe disa për ty në mojnë puna, kanë me pas ta nevojë. Po ti për 6 vjetë, për qëtë mas të madhe të popullsisë që e kinën pragun e varfënisë, dhe si pas FMN-s e krejt evidencave, se më dhonë edhe hullumtime e tjera, se të të dhe për ato një ere me dalë dhe me një 40% pa punësijet e tritë. Ata që dalin jashtes. Pra, ti ki përgjësi për me kriju kushte si shtet me i kyç ata në tregun e punës. A e bën për mes fabrikave të keqapit, atë majonezit, që është në theshe në pozit, ti dush me gjithë zgjidhjen. E jo çdo vit ka 100 euro. Si për që do të kena votu? Edhe qëta papunit nuk i marën. Të papunit armata e madhe, të papunit nuk i marën. Ai ka marrë 50% me gjithë zgjidhje, e jo me shtri horizontalisht, pafundësisht, çdo për 6 vjet, çdo vjet, subvencione, se tashune, ringjallja ekonomike është një herë, 2 herë e provon. Dikur duhesh me shpik diçka. Se kjo nuk është ringjallje. Do më thonë, deficiti tregtar në mars të 2026 është 563 milion. Para me në, 651 milion na importojmë, 88 milion eksportojmë. Do më thonë, ku shkojnë qëto pare, qëto 100 euro flet? A shkojnë në mirëqenien tonë, a shkojnë në prodhim, a shkojnë në fabrika, a shkojnë në industri. Leta themi që unë pajtona, leta themi që nështë ja japin një farë infuzioni ekonomisë këto për qarsa ja japin, shtresat në nevojë thashune. Gjithherë ka me pasur edhe në Gjermani breki të njëjtat skema, se më thonë skemat sociale, ai që mbetet pa punë, mandej merr një 67% rrugës për 6 muja për 1 vjet. Në anat leona po ashtu e tjera. Po, ç'është ka bën Gjermania për shembull, që se bën Albin Kurti që është i majt. Për 5 vite në Kosovë bankat kanë deklaruar 700 milion euro fitime. Bankat janë federon ta veçë. 700 milion euro fitime bankat. E para dhe rreth 300 milion kompanitë energjetike fitime për 5 vjet. 1 miliard. Për 1 miliard fitime ekziston një instrument në politika dhe majta që quhet taksa mbi dividend. Taksa mbi tatimi mbi fitim. Pra i thu, ti ki fitu 1 miliard në qëtë infrastrukturën të shtetënore, qatë sa kish penzu, ama fitimet pasrat, ju si oligarki e re në këtë periudhë që po jetojmë, i kini 1 miliard fitime. Për 1 miliard fitime, unë ju të atë juve 20%, që ato 20% ja jap atyre që kanë nevojë. Po leta përmbledhe me nisan shumë tjetë, se me gjatë që ajo do të më konkretizu që e thash ma herët. Ai që shkon në shëndetësi çfarë shërbime merr, ai që shkon në arsim, çfarë arsimimi merr. Do të thonë që dy sektorë që 25 vjet i përmendim vazhdimisht, kur farë progresi kemi. Kush ka nevojë, mas shumë ti, ka nevojë çaj që nuk është mirë me shnet. Për 400 milion që i ke dhënë, një 100 milion pas kanë pas nevojë. Bënë brenda spital. Bënë në spital se një spital nuk shkon për qefit. Pezorit shkon, qaj që ka nevojë, apo thu qaj që ka nevojë. Bënë një spital, mos na dalin 100 miliona neve të ushërunë për Turqie në përvene kamos, e na thuj që ky është monumenti jam, unë e shëndetësin ja u këmdreq. Kur ku marrë për qëto 5 vjetë për që të gjallë tjetë. E që kjo besoj është dash me konë qasja e duhun, po tash letë vazhdohet. Edhe kjo. Pa diskutim që është gare, pa barabart, nëse i shkoni sigur që i fiton, le ta bën pa pare. Nëse është i sigur që i fiton, le ta bën pa 100 milion, pa 200 milion. Ajde të lujmë ferë. Po të lujmë ferë, edhe nështë ndryshon rezultati, nëse metët e një... Kapacitetin e shtetit duhet me hon fushat me gjipa, me pore, me dreka dorë, me pagun për gjohë. Ferë, me pas logjikës e Dibronit, do të kuqë të bashkë. Se dy jo para zjedheve, i një të në këtu para.
Do më thonë përveç të mirave që shoqënia ja sheksoj pakoje, unë mendoj që ka edhe një të mirë. Ja pas ka zgjedhur alibin perfekt këtë opozitës kur ti u zgjedhin. Do të thotë si mi kon barabart, nëse më pas kon barabart, na patën këto. Pse mendon se nuk qëndron kjo? Nuk qëndron. A di pse nuk qëndron? Me qenë krizë. A me mu 300 euro që peqituit ti marrë 30%. O vallai keni. Ja me mu 300 milionë euro që piçke parbinë peqituit me një ballan, pe buna një parti që kena qenë. Për shembull me pia era, pjalë në emrin çfarë? Se do shta mi përgjigje. 300 milionë. Na vonë që do s'po punoj më het. Do shta mi përgjigje. 300 milionë ti bra. Mi përgjigje. Leo. 300 milionë jemi partia që kena qenë me pi ajran, se po na thonë që po pini, s'po pini. Ajran po pina 300 milionë edhe ja morëm 30%. E të nej dalim na kena. Do më thonë krejt aparaturën e shtetit. Krejt aparaturën e shtetit e kom bojt, vota me thos, qërëvolka. As ko banderol, as ko kur gjë me thos, në shë Martin Berisha aty që dhe votat në Brazil. As një për Fransës krejt votat 98%, vetë vendu si zinti, më bëzën që për i me agin batiri me 103.000 vota me picina, apo më në që në Kosovë që ata gjeni për i me 103.000 durima, ti ma spori si dënë ata. Unë e menoj që kjo këtë vjetë, kjo këtë makijazh. Albi kur kemi famik, pa e arqin 400 milionë. Po kemi të drejtë të dëshojnë. Po kemi të drejtë të dëshojnë. Opozita, këtu po në gjitët shumë letë, dhe më thonë këj parë diskursi, edhe pëse? Opozita që ko me bo, opozita do të me dojnë. Se këj po thotë, unë e bloku me thosë, ministrinë e finançave, ata po dhojnë na i rrisim. Ti me posë po gjemi thusë e bëgjeni punë tjetër. E vërtet, ta po binë gëtë të ti, nëse ajë po ta shinë unë ja bëjnë 1.000 po thujnë këta. Krizat. Po gora është e pabarabart këtu. Se krejt aparati i shtetit është në dorë të albikur. Ta, a dini që edhe dreka e dorë kanë fushat i paguin me reprezentacion të shtetit. Vesh me krejt, se shumë bëgëm qëtë. Për që në Kosovë, Ka alibi tash u kopet me qita alibi. Kjo është fantastike. Nuk është me alibi. Po që tha Valoni me qëto fare. Ty që duket alibi, kjo fakt. Alibi, për ty fakt. Kjo është kem kriminore, ku porët e shtetit përdoren për një prej partije me mujtë parti tjera. Shumë tjerë. Me qëto pore, e mune, me qëto pore, e mune ngarë edhe Barack Obama në mune me torë. Macedoninë e Shqipërinë edhe Nerollën e mune me torë. 100 shifra zyrtare ka qenë, 150 milion kanë një në fushatën e Donald Trumpit prej në rrjetet sociale në 2016. Që ato 150 milion e kanë përmbysur rezultatin në Amerikë. Ven, superfuqi botnore me gati 400 milion banor. E s'po ta përmbys të 1 milion banor kur ishte në 400 miliona? Po shka e një ka fali, kjo është gorë. Opozita është ekstreme pa barabartë. Kjo është opozim ekstrem i bugjetit që po e përdor kë me me të pushtet. Se kjo ka i tutë të lirisë së vetë. Se kjo e din që me dal një herë prej katit 2 të ndërtesës qeverisë, kjo më kur nuk thejt aty. Jeta ka me shku në për prokurori nëse nuk i dika. Po të është për komunistës ka me të shumë. Kjo është për krejt politikanë. Këta kam në momentin që dalin në qeverisë nuk është e kthehur. Jo, janë kthy. Jo, kthehen, ja, çu. E dyta mos thojmë që veç Albi Kurti e ka përdorur shtetin për me bë fushat edhe për me resurse shtrore. Ai ka bërë nuk e ka bërë që e ka pas KDG-ja. KDG-ja përveç që e ka pas klientelizmi shtetëror, e ka pas institucionet punësore, kohën e PDG-s, edhe kohën e PDG-s. Nuk e mund me impunë i lek. Pa e pas një njëri të PDG-s, shansa s'ka pas. Madje edhe LDK-ja kur nuk kanë me ta në qeveri. U kanë e pa mundën, o mira, veç mira ka puna për me hi, u kanë e pa mundën. Përveç asajna, mos harojna, s'ke mujt as mu regjistru në Universitetin e Prishtinës pa pas një përshumë. Qash i thellë u kanë klientelizmi i PDG-s. Qash i thellë, këta e këna provuar. Jo, që PDG-s, po në LDK-s ka majziu e dhe vendurë. E përmenda. Që që ta shë paska që një pancet cigare të marë, ma shumë se një pëtëk ma paske cigare, që s'ko pa vitë.
Vetë që shtu relativizani se cilën sen, me këto skema kriminale që jo ka i bëmë për pushtet. Relativizani se cilën sen, fëni hajtë se dhe ta ka bërë. Që shtu që Albin Kurti dimarikosh që ta këzohen, kër e një qitin të nga thu, hajtë se edhe këta ka bërë që shtu, okej. Relativizani që shtu, qytetari që është atje jashtë e din këtë punë që ka ndodhur. Po vje kesh me tonë, po je ka shpif se kur s'ka ndodhur që kjo. A ki faktë, kur ka ndodhur? Kur? S'ke pas shansa me një prej 2008-ës që ka marrë PDK-ja këtë vend, prej pavarësisht të me 2007-ës, kur s'ke mujt me një punë, kur shi ka shpëndot gjys miliardin fushor? Kur shi ka shpëndot? Sa shpëndot pareve? Sa shpëndot Ate më zikra sot, o banale ka që e t'i punë. O banale, zonë që e t'i tonë. Ti, anit nëse do me akry një shërbim Albin Kurtit, kryja, thuj, edhe të tjerë ka bërë. Se pa vendeshëm e ka e kry. Pa vendeshëm e ka e kry shërbim Albin Kurtit. Njeri gjatë s'ka mujt me një punë, pa e shërbim PDK-s, pa e pas Këtë vjedhin, këtë bojnë faqet zeza, relativizojnë, hajtë që edhe vitin 2000, hajtë që edhe vitin 2000 ka pas bo Bajram Regjepi për shamu Kështu e nica, është paku për blerjen e votave. Po me thonë, s'ka ndodhë Gorgosov, ma thonë s'ka ndodhë Gorgosov, se asë në... A përse si s'ki fokte? Që të zvash pak të di kishe do i ble Albini votat. është ju një mu qytetarëve të varë të zivani. Ati dhe del kalza, bro. Ku ki fakte të? Unë po të flasë që ka ndodhë në Kosovë. Në Kosovë, s'ke mujt me him punë, o i lerë. S'ke mujt me him punë. A më në qëtasë i zo. Po kërejt ta njëjtën që po të mëne. Që po fjasën tash nuk e di kush japin konkurse, që shndodhë se si marrë voti me konkurse. Asë në Universitet Prishtina, asë në Universitet Prishtina, asistenta në Universitetin e Prishtinës, jonë ka njerës PDK-s. Ajo ku gole, ajo ku zonë njëri për vakija të klientelizmi që ka pas PDK-ja. Nuk e di a ka vendosja se të bënë dele vota popullore. Një më e vetë vendosë, pas një më e. Në regull dhe më në shmequt partit tjera, fushot që janë normale. Më një me përdor tërë me qfarë, do një këtë të tu broç, kollajt në një 30, është fakt, në ashtu kena jetu e lërë. Qëtu kena jetu dhe i dina shka funksionu Kosova. Klientelizmin më të forë që e ka pas për të kërë, as një parti. Edhe sot i merë 20% shka për klientelizme. Albin Kurti bën të masë të institucionet të shtetit. Nuk e zonë. Më të falë Abdijikut i dhu, të e shumë për të këvi që Falë Abdijikut, nga studia e presimbe. Të nej, dhe me dhonë... Abdijikut është jashtë të majtë, fushat, zona Abdijo ka vletë i kryo këndështorit, a vitit rritë. Bëjtë falë Abdi Hamzës, bëjtë falë Hashim Fashit, ka të veselit që bëja u bënë Unë jam prejlet e këtë zonën e me për të kësë kom kur gjë. Unë e të falë, unë jam të vojtë të zona Abdijo. Po thot se zona po se Abdijikut po për kësaj po qep ka pak. Unë vetë konë studentët e janë, unë vetë konë për bursët janë, krejt e dina që shukon. Ama që kjo tendenca me relativizu gjithë shka. Qështu incidenti që ndodhi në Skenderaj, kolegu ju në që vjen këtu shpesh her Albatruci, insiston me relativizu me qa ka ndodhë vitin 2000. Kjo mundohë që shtu qa ka ndodhë para... Nuk o relativizu. Ajve se ka përdor gjuhë këtaja dhe PDK-ja. Do me hanë, në ko parti që në qeveris ma shumë bashkë me PDK se PDK-ja. Orë ka mos Albin Kurti është produkt i brutalitetit që ka bo PDK-ja në këtë vend. Duka qkita pivisë. Se se vëton kërkosh Albini në të është majmire. Kasi ka vëruaj. Ta që kishit ka qkitën, ja kish njësa Abdijiku ka parko. Albin Kurti është Bedina kuna po të minimu, ka hajtë s'ka lidhe, na të kena kolege. Bedina kuna po të minimu, të kena kolege, s'ka lidhe. S'po ta cekin. Faktët jo një jashtë. Po më nërë, Bedina kuna po të minimu. Mërëm të tema e fushatës. Bedim për ki cokë, po hajtë më stafim.